Le qike kam, që me bo. Kur të martuhet qika s'kije, mëse lash zëti kërkan me shkua të dhomë, rrës të kërkosh. Që ata dhe s'ke pranu me shkua? Ajo se pranaj me shkua, në rrur tibrit ri, kur gjë kërkun gjë heq mos me kon në rrur tibrit ri, e nuk shkoj kur. Ta është që nja 30 vjetë, ma shumë se 30 vjetë, pas ka ra me jetu vetë, a? Jo, ma shumë. Nuk më bojë që me bo. Pse, po t'vjen keq me ju lyp njerëzve ndima? Vallahi, dhe pik funit pasha zëtin e pasha qatë qik. Mirëpritja saj ishte ra, ndonë se ka pak mysafir që e vizitojnë, ajo na hapi shtëpinë e vetë me shumë zemër gjërsi. Fazile Bajrami na rrëfeu shumë për jetën e saj. Mes tjerash na tregoi se për më shumë se 30 vite jeton e vetme, gjë e cila sipas saj ja ka vështirësuar jetën goxha shumë. Ajo me shumë dashuri na foli për të bijën dhe 4 shoqet që ka, e që për shumë vite janë personat e vetëm që shkelin në shtëpinë e saj. Nga sytë e Fazilës kuptoi shumë çka, mall, vetmi, mungesë të shoqëruar me varfëri. Që një ka pri shumë mirë, po apo ke shumë mysafir kështu që njerëz shumë që po vinë me të po? Vallahi, da qysh gjën? Po, apo ki me kon me nejt, apo vjen ai kush me nejt me ty? Vinë dashur që i kam ja 4 shoqet, mocanikët e mia, vinë, rrim, edhe në shkaj ka herë, që shtë një qike dojë se mocanikja jeme, edhe shkaj edhe më vjen, qështë. Do me thëmë me qëto shoqe ka një herë? Me shoqet po, që aty 4 vinë, bom bashkë që të lafë. Përveç tyne na i kush? Jo, a? Tjetër kush, kënë kum pas një tezë, kum pas aja më ka dek, as s'muj shkoj, mas im ka dek tezja, s'muj shkoj se, s'muj dëraj se, këto është fartë. Nuk më shkoj me po në vend, me tezë, s'ka në vend edhe tezja. Po familjarë tjerë nështë ta që kësha mujtë me shku, vllazni, motra? Një vlloj kum pasë më ka dek, edhe më ka dek, shumë ka dek. Kam ytë vetën, a kam ytë dikush nuk di. Po, a ke pas fëmi, zonja, a ki fëmi? Le qike kam, le qika mi ka 2 qika, tjetër sen kurqë. Ajo nuk jeton këtu në Mitrovica? Jo, është martuar në Makedoni, po për harret atë venin ku është e martuar. S'ka gojë, në Macedoni, do më thonë, po jetoj shiko gja largë me njëra tjetër. Dhe kur vjen vakti, qilë shëhet qika për shkollë, vjen. Qa thër verës, kur janë pushime Verës, verës, a? po të verës, e kur vjen pushime i dimni që është 2 javë sa është, e qika më dhe qikë si ka 31 vjetë, është e martuar me 4 fëmijë. Do të thonë që nja... Kja vëgla i ka 12 vjetë a 13, mas 16 vjetë të malë, sa 17, që të qike ka. Ta është që nja 30 vjetë, ma shumë se 30 vjetë, pas ka ra me jetu vetë, a? Po, jo, ma shumë. Ma shumë, a? Ma shumë. E qësh janë konë qëto 30 vjetë për ty? Se thunë që me jetu vetë pak fështirë. Wallahi me jetu vetë, në shtirë, qësh nuk është shtirë, mirë sa korë, po, që me bo. Kur të martuhet qika s'kije, mëse lash zëti kërkan me shkua të dhomë, rrës të kërkosh. Që ata dhe s'ke pranu me shkua? Ja, se pranaj me shkua, në rrur tibrit ri, kur gjë kërkun gjë heq mos me kon në rrur tibrit ri, e nuk shkoj kur. Edhe me dek se s'shkoj. Ja, nuk shkoj në vend. Se më pritëm pret mirë, faleminderit, po nuk më shkoj më tërë. S'nirë qash rehat. Po... Se ma që ka më morë qika mu këtu, e më knaq me qik, e me dalë vend të emin kë kam, e se atje veni huj, sa veni jem. Po besoj që normal të si nane ke ndje dhe mungesën e saj, kur... E kam mungesën, qësh nuk e ki, gjithë kosh e vlodin vetë, me pas nga qëtu me pas, e kije me dalë dikon, kije pengesë, jo mës me pas 2-3 muja, 4-5 muja, po veç me kom rahat, tjetër sen kur gjë. E bashkëshortit ka ndru jetë, ka gjamate? Bashkëshorti mas 7 vjetë kum pas martes me ta,
Edhe ajo dek në bileq. U dek në bileq edhe ma heq. Sa vjeti ke pas atëherë? 25 vjet. 25 vjet. Që Ajo gati, ka 27 vjet, unë 25 vjet. që 50 vjet pi bjen gati që u dek. 50 vjet. Edhe mos si martu? Jo, kur për jetë. Qika met, kur për jetë. A i bjen pishman? Jo. Jo, a? Nuk i bi, se heq kur gjë mos me konë, as sikën mos me konë pos, s'ma kish marrë menja kur më martu s'ma kish marrë menja më martu kur se kum që jetën mirë, me ta 7 vjetë mirë e kum pas. E tash jetën, apo na kalzën qëfar jetë e bën tash? Jetën e bëj, qështu vetë. Vet. Se erdhëm na edhe në qëtë shpi, që na the që shtëpia jote ish një kaqe, pak po mduket që oftaft. Dimrit, apo të oftaft që ky dimër që ke? Se kum dhe zjermin, shpija me sashtu. Po qëtu jetan? Që tu jetoj që 10 vjetë, po thëm 10, ma pa, ko, po tash, po ja qaj din 10, po këtu është habitatit, e deri me thonë që 2 vjeta, 3, unë e kum pagu për 100 euro, 40 euro, Qiro, a? qiro, 60 më kanë vetë, me që aty e kum që jetën. Sa po më nëshme ja dalë? Dalë, se më në vetë, dalë. Për shambull, ilaçe me ble, apo më nëshme i ble me qato para, apo dalin ballë. Po ka herë dalin, që duhet me donë tanë, a ilaçet me ble. E ushqimi këtu me hangër bokë, me ble harç, apo ki para? Unë ma, po, ju vallahi, pa të ka dhe 100 euro i ka ma shumë, s'kam që tash 120 ne i ka bo, se ja. Aha që më kanë pru që tash, ka pru qaj mas pari që ju konë, tani në ordo të Skenderajt, edhe kathët, edhe ja 3 vjetë, edhe 2 vjetë. Kështë qësaj dhe rrithi, harë që më kanë Ka një pru. mu. Po, harë që më kanë pru, edhe dikush pare që tash më kanë thonë, që mes televizori që ju konë, më kanë thirë për jashtë, më kanë thirë këtu, që tash. Për çka ki nevojtë? Shambull, nëse dikush të shetë ty, për çka i kështë kërku me të një mu nëse kanë mundësi? Vallahi, me thonë drejt, një ven më ma gjithë, e qatë një shpia diqka, qatë omë, se që të sen kur që. Edhe nështë ta për ushqem, a? Në boft, për ushqim, apet më fart nuk ka. S'po ki nevoj. Jo, edhe me nevoj ko, po veç një ven, që të sen kur që. E që kjo shpi i ka veç të dhomën, a? Që to dhe që të kuzhinë. A dalim të këqyrëm? Të këqyrëm kuzhinën e të shojnë edhe njerës të shpinë, do me thonë veç kjo dhoma dhe që kjo... Edhe vëceja që të Po. është. Që vëceja. Jo, kjo s'naf duhet, veç kuzhina. Që kuzhina, lubja sa dush. Mamni muet, kush nuk ka, edhe balë për ngushtojnë valoj që 2 javë dita, 3 javë, për i brete për shidet, për më shka shtypja 300 për ngushtoko. Tanë për mbërtosin, që je bobodolla të shoqet e nuk kosifte ti, jo, s'pa më i heq. Nuk më bëj heq me boboll. Pse, po t'vjen keq me një lyp njerëzve ndima. Vallahi, dhe pik funi pasha zëtin e pasha qatë qik. Ma zi s'ka ku shkën.